Investimet e vonuara nuk pritet të japin efekt në rikthimin e banorëve të larguar prej vitësh. Shembull është fshati Çereneci Sipër në njësinë administrative Gjoricë në Bashkinë e Bulqizës. Ky fshat aktualisht ka të gjitha kushtet për të zhvilluar, si ujë të pishëm, ujë vaditës dhe rrugë të asfaltuar, por ajo që i mungon këtij fshati tani janë vetë banorët. Për shkak të mungesës së investimeve të lartë përmendura, banorët e kryesisht të rinj u larguan masivisht. Llan Lica dhe Shefqeti Zvira janë të vetmit që i takojmë në fshat. Dy të moshuarit merren me bujqësi që siç thon vet ata, e bëjnë për të kaluar kohën pasi nuk ka asnjë levërdi. Fshati Gumullzhinte para viteve 90 nga qindra banor, ndërsa sot e ka pushtuar heshtja. Për ata që kanë mbetur ende në këtë fshat, nuk ka besim që të larguarit do të rikthehen, edhe pse fshati tani ka ujë të pishëm, ujë vaditës dhe rrugë të asfaltuar. O gjëra merr për majën. Sa ka qenë nuk më është njerëz e shpajat. Sot kemi bet unë 5 vjetër. Fshat i Braktis. Dhe ka lësh rrugë, nuk shef njëri. Je bashku, mos u shkamet njëri. Po 5 vjetër ashtu. Tek tuk në ato në pustat, 150 shpajt pjët. Gjanë bim 500 banorëve që veç këtu. Familje, se çdo familje kishte 4-5 soll. Unë që një trajt banorë me gjithë fëmijë me fjalë top pjesë, që ka me një 30 banorë. Nuk e ma. Bile shumë e gjendat numrin se ato shkojnë e vinë ka njerë për hale modernizon qëtaj. Rruga u ba, për kur ma rruga hike njerës. Kjo ba vjetë. Smet një këtu. Që solë në shkollë që lëmë veçisht, një në zonë që më lesë parë. Nja, lesë parë. 12 në ditën, në qusë 7-8, bojnë që atërë ke fali që atë gjepë, në këto herë më fukon, herë pa fukon, ku në kamë, ku i qënë prind të vetë. Shkallë prind, s'ka bet, më dhe kujtë një shkollë, atë ka që bo shkolla e mespe, në veçisht. Qervike, 4 shpajë, 2 pjeqë. Këtë gjemë, me fëmi, ja shtetë, kush në kështë kush, dhe përvenet bëtës. Rruga është, ujë është, po jënë Braktis kanë hikë të rritë në Kurbet e në nuk këthehen këtu. Unë personalisht kom met veti diti, vlaj veti diti, edhe këtu ka marru çdo zhonë, se jënë largu familja. Lagja këtu ma nëllë, janë një familja 6 veta, tjertë janë nga 2, mund të bëhen 10 veta, edhe nuk ka ma. Jo, nuk këthehen se kam bje shpia. Unë kom 3 djemë dhe mi kam bje shpia në Itali Milona, edhe nuk këthehen, po edhe këto katunartë nuk këthehen ma. Se shka ku qëken. Shko ke bujqin s'ta njef kush shteti që të thot, bënë e pradhimin, urda! Edhe, pse të rri këtu, unë kum gejtë që jam i pa mushë, shem i zoti Kurbetit, të verra që të ke shpia si lën vërdal kotë. Për token e kum punu, sa për një lëpë, se shem i zoti me ma falë, vetë kërë lëpët të thëmë, a mon largomi se nuk jam i zotit i majës, jam 78 vjeqë. Edhe ne kemi ngell varezat këtu. Edhe ka maru veni. Prin në kretë Çernecit e del lagjën poshtë, a jenë 1500 delim mestër kretë. Se s'ka njerëz, nuk ka njerëz. Fshati Çereneci Sipër në Bulqiz mbahet kryesisht me bujqësi, por tokat janë thuajse të gjitha të papunuara.